Unë mendoj se i gjithë problemi ka qenë urdhri që është dhënë që unë të arrestohem. Pastaj i gjithë procesi tjetër është një proces krejt normal, cilin unë e kam kaluar edhe herë tjera. Kështu që policia e shtetit pas shoqërimit ose pas futjes në makinë më ka trajtuar shumë mirë, edhe procedurat që janë kryer kanë qenë komplet konform ligjit. Ama mënyra se si jam arrestuar, se si më shmarr telefoni, aty kemi pasur të bëjmë një skenë që nuk është e kundraligjshme, është absurde. Në momentin kur policia e shtetit u afrua drejt meje, unë po jepja një intervistë live, edhe sigurisht që isha i përqendruar tek intervista. Në atë moment, shefi komisarit numër 1 thjesht më merr telefonin nga dora, unë isha live në intervistë, edhe ju thot policisë, domethënë grupit tjetër të policisë, merrini me vete këtë. Për mua ajo ishte një situatë totalisht absurde, edhe nuk mund ta besoja se jam përballë këtij fakti. Edhe sigurisht ajo dallohet edhe në buzëqeshjen time, sepse për mua ishte totalisht absurde ajo që po ndodhte, nuk mund ta besoja se jam përballë këtij fakti. Edhe prej momentit që ata po më tërhiqnin zvarr, unë thjesht po bëja rezistencën që çdo kush bën përballë shoqërimit, ama sigurisht me një buzëqeshje në fytyrë, sepse kjo gjëja që po ndodhte nuk duhet ndodhte jo kundrejt meje, po kundrejt asnjë qytetari të Republikës së Shqipërisë. Sa i përket etiketimeve si qeta e mikrofonit, mendoj se ne në fakt në radhë parë nuk jemi i qetë, sepse ne para kësaj proteste as nuk e njihnim njëri tjetrin, edhe shumica prej nesh janë njohur gjatë kësaj proteste. Për rrjedhoj, ne nuk është të kemi qenë një grup i strukturuar që njihnim bindjet e njëri tjetrit. Ne jemi gjendur rastësisht me detyrën për të menaxhuar këtë protestë. Edhe kur nënkuptoj menaxhim, nënkuptoj thjesht menaxhimin praktikisht të materialitetit që është, të logjistikës që është dashur për telefonia. Ne nuk kemi përcaktuar asnjëherë as se kush do flas, as se sa do flas, as se si do flitet. Po, ne kemi përcaktuar duke u konsultuar sigurisht me gjithë sheshin, vetëm pikat që sot janë kërkesat edhe thirrjet e gjithë sheshit, sepse dorëheqja e Ramës është kërkuar që ditën e parë kur po vinim drejt kryeministrisë te Ministria e Brendshme. Unë për vete të jem krejt i sinqert, nuk kam guxuar ta kërkoj dorëheqjen e Ramës, jo se nuk e kam dashur. E kam dashur prej vitesh, ama thjesht mendova se nuk është momenti. Ama kur hypa për një nga ato kubat e betonit që është para Ministrisë Brendshme me megafon në dorë, edhe pash sa njerëz ishin, edhe se si kërkonin dorëheqje, aty sigurisht u frymëzova dhe pash që ai ishte momenti i shumë pritur që ne kemi kaq kohë që e kërkojmë, edhe sigurisht edhe unë u mahnita nga ajo mas edhe marshuam gjithë drejt kryeministrisë. Unë personalisht edhe i gjithë grupi janë thjesht persona që protestojnë, nuk do të janë kurrë përfaqësuesit e protestës. Kjo protestë nuk ka dhe për mendimin tim nuk duhet të ketë përfaqësues. Po shiko, në disfavor është se nuk ka një grup, siç thash, që kujdeset deri në detaje për organizimin e kësaj proteste. Në fillimet e protestës, kur disa prej nesh, nënkuptoj protestues, donin të merrnin atributet caktuara si nismëtarët e protestës, përfaqësuesit e protestës dhe atributet të ngjashme. Unë ju thoja këtë, që prej fillimi ne kemi organizuar vetëm protestën te drejtoria e policisë. Ndryshimi mes protestës dhe revoltës është se protestën e organizon ti, e di sa do zgjas, e di kush do flas, e di dhe kur do mbyllet, ndërsa revoltën e kanë dorë qytetarët. Edhe prej momenti që ne lëvizëm nga drejtoria e policisë drejt Ministrisë Brendshme, unë mendoj se këtë protestë e kanë pasur në dorë qytetarët dhe nuk e kemi pasur në dorë ne. E prej protestës kaloi në revolt, e tani më kemi të bëjmë me një lëvizje sociale që kërkon ndryshim sistemi. Ajo lëvizje sociale nuk është reduktu dot as në emra, as në çështje, as në parti, as në emra oligarkësh, po duket sikur ka godit sistemi në totalitetin e vet mund zemër të sistemit. Duke goditur të gjitha shtyllat që për mua kanë mirëmbajt pushtetin e kësaj qeverie dhe të Tiranës. Në këtë protestë sigurisht që ka pas, duke qenë se ka shumë rryma, ka pas shumë diskutime, ka pas njerëz që donin mikrofon, ka pas njerëz që s'donin mikrofon, ka pas njerëz që donin marshim, ka pas njerëz që s'donin marshim, ka pas njerëz që donin të flinin te kryeministria, ka pas njerëz që s'donin të flinin te kryeministria.
E bukur e kësaj proteste është se të gjitha këto forma organizimi janë bërë pavarësisht dëshirës ose mungesës dëshirës nga disa persona. Praktikisht zëri i fonisë ka qenë i limituar që t'ju jap mundësinë edhe pjesës së tjetër të sheshit të organizohet si doj vetë. Pra ky shesh ka qenë aq kreativ saqë nuk është reduktuar vetëm te fonia. Ka pas grupin e vajzave, e motrave paja kryesisht, cilat kanë bërë atë të fëmijëve, të pikturimit të fëmijëve që ka qenë jashtëzakonshme. Ka pas grupin e flamingove dhe të pelikanëve që kanë bërë atmosferën e kësaj proteste të jashtëzakonshme. Ka pas grupin e studentëve që her pas here kanë ardhur me aksione shumë kreative që ne jemi surprizuar pafund. Kështu që do të thotë kjo protestë është e bukur edhe e ruan kohezionin e saj sepse nuk e përjashton asnjë prej formave të organizimit. Për mua kjo është pika kryesore dhe e fortë e kësaj proteste. A do të ketë njerëz që nuk e duan njërin ose tjetrën formë të organizimit? Sigurisht që do ketë dhe janë të mirëpritur. Po për sa kohë këto forma nuk e përjashtojnë njëra tjetrën dhe mbi të gjitha nuk i mbivendosen njërës ose formave tjera të organizimit, për mua të gjitha janë të mirëpritura dhe vetëm e zbukurojnë këtë protestë. Nëse ne do të largohemi nga sheshi, ne do t'i japim mundësinë atij që përmes propagandës të vazhdoj ligjërimin e vet. Ne nuk duhet të largohemi nga sheshi, ne duhet jemi këtu derisa qeveria Rama të jap dorëheqjen edhe të gjitha pikat që ne kemi kërkuar të realizohen, sepse nuk është pika jonë kryesore vetëm dorëheqja e kryeministrit. Ne kemi kërkuar edhe një qeveri tranzitore teknike prej 12 muajsh. Ka një arsye pse kemi kërkuar këtë. Ne e dimë që në këtë vend, me këtë administratë, me këtë oligarki ekonomike, me këtë krim zgjedhor, ne nuk mund të shkojmë në zgjedhje me këtë qeveri dhe me Edi Ramën. Ne na duhet një qeveri tranzitore e cila ta përgatis këtë vend edhe këtë shoqëri që për herë të parë pas 36 vitesh të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sigurisht gjatë kësaj periudhe, kushdo qytetar që ka iniciativë edhe do të krijojë grupime, parti, le të vazhdojë të jetë i lirë, ama të ketë kohën e vet që kjo gjëja të ndodhë. Sa i përket të gjitha grupimeve që janë krijuar dhe vijojnë të krijohen gjatë kësaj proteste, unë këto të gjitha gëzojnë respektin tim maksimal. Ama në qëndrimin tim do t'ishte e denjë që të gjithë ne të qëndronim të bashkuar deri në dorëheqjen e kësaj qeverie. E më pas të nesërmen, secili prej nesh le të vazhdonte dhe ta ndërtonte Shqipërinë siç ai e ndërron. Kështu që për mua është e rëndësishme që të jemi kompakt dhe të gjithë bashkë deri në momentin që kjo qeveri bjen. Pastaj le ta ndërtojmë Shqipërinë siç secili prej nesh do. Unë mendoj se rezistenca është e vetmja mënyrë që kjo qeveri të bjerë. Edhe nuk po flasim vetëm për një qeveri, po flasim për një model qeverisje i cili e ka trajtuar vendin si plaçk, i ka trajtuar njerëzit vetëm si votues dhe e ka trajtuar shoqërinë si një elektorat i cili është me të ose është kundra saj. Ne mendojmë se kjo shoqëri më në fund meriton dinjitetin për cilin ajo ka luftuar këto 55 ditë dhe duket se e ka ndërmend të luftoj deri në fitimin e dinjitetit të munguar. Që në fillim kur më dërguan posterin, një natë para proteste, unë e kuptova se ata kishin, domethënë grupi që e kishte ideuar, që janë miq tanë, kishin bërë një gabim. Ata e kishin bërë në poster Drejtoria e Policisë Tiranë, kur ne duhet protestonim te Drejtoria e Policisë, Drejtoria Vendore e Policisë. Që aty e kuptova se do kishte një lloj keq kuptimi, por gjithsesi ne duhet të mlidheshim te Drejtoria e Policisë Tiranë, sepse location ishte vendosur për aty. Në momentin që ne u mblodhëm, aktivistë na merrin telefon që jemi te Drejtoria Vendore e Policisë, ka ndodhur një keq kuptim, disa media janë aty, edhe kur pam se ka shumë njerëz, pra në raport me atë që ne prisnim, edhe për të rregulluar këtë gabimin që ne kishim bërë, tham që lëvizim drejt Ministrisë Brendshme, e në këtë mënyrë edhe ata që janë mbledhur te Drejtoria Vendore e Policisë bashkohen aty, edhe ne fshehim pak të gabimin që bëm fillim. Kur po marshonim drejt Ministrisë Brendshme, aty pam që ka njerëz siç nuk kishte pasur më parë. Kur mora megafonin, siç e thash te kubit e Ministria e Brendshme, kam thënë një fjali që mund të qendet, se është video. Protesta është e jona, ishte e jona, revolta është e juaja.
Kështu që në atë moment unë e kam kuptuar se kjo nuk është një protestë si gjithë tjerat, edhe ky grupim, këta njerëz janë aq të mbledhosur sa që jo do na vën para neve, siç na vën, po do vën para edhe gjithë shtetin. Me shaka edhe në mikrofon, po edhe me miq tjerë them Rama na bëri edhe këngëtar. Përveç tjera se që nuk na ka bë praktikisht gjithë të kohë, na bëri edhe këngëtar. Mendoj se ajo ishte krejt autentike, duhet ta them që fillimisht këtë shprehje mendoj, mbase mund ta e kanë thënë tifozat kuqezi, që ishin në turm një prej netëve që kishte ndeshje dhe ata bojkotuan ndeshjen dhe u bashkuan protestës. Ata e nisën fillim si këngë, sepse është këngë që përdoret gjerësisht nëpër stadiume, edhe pikërisht pas asaj unë e dëgjova dhe të tjerë dëgjuan, edhe pastaj vazhdoi të këndoj normalisht derisa u bë himni kësaj proteste. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Kur njerëzit në shesh më përgjigjen, është kënaqësi e jashtëzakonshme. Në fakt, them drejtën, unë këtë kënaqësi nuk e kisha përjetuar prej protestës studentore. T'jem krejt i sinqert, se edhe aty flisnim me megafon maj hekurave e ngjitur me pemët, edhe protestuesit këndonin me të njëjtin motiv edhe me të njëjtin frymëzim siç këndojnë edhe sot. Por dukej sikur kjo protestë praktikisht doli jashtë mjediseve universitare dhe pushtoi gjithë shoqërinë. Unë kam studiuar shkenca politike, kam bërë një master në teori politike dhe nuk kam mbyllur një master në planifikim urban. Kështu që ky është profili im. Praktikisht është një profil që nuk i duhet askujt në këtë shoqëri, ose të paktën për mënyrën se si është ndërtuar kjo shoqëri, sepse në qeverinë e Edi Ramës, por jo vetëm, si më thon, mendimi kritik nuk është se ka vend. Kështu që familja dhe miqtë e mi tani më njohin prej vitesh, se aktivizmin e kam nisë prej 2017-s, e në këtë mënyrë ata e dinë se nëse ka një protestë në qytet, në mos në fillim, diku nga mesi ose në fund do jem edhe unë i përfshirë, kështu që ata janë mësuar tani më. Po, unë prap fillimet e aktivizmit i lidh me kujtimet nga protestat studentore. Edhe kujtimet me protestat studentore kanë qenë tilla që shumë student aso kohë janë kërcënuar. Janë kërcënuar me heqje nga puna të prindërve, janë kërcënuar me shantazhe sa i përket notave, ose si më thon, ndikimi që do kishte ajo protestë në arritjet e tyre akademike. Ata shihin me dyshim çdo lloj lëvizje që ne bënim, sigurisht që ata ishin friksuar, cikletosur, ama le të them, t'jem krejt korrekt, gjithmonë e kam pas mbështetjen e tyre për këtë luftë që ne kemi bërë. Mendoj që, si më thon, mbështetja e tyre lidhet me edukimin që na kanë dhënë. Praktikisht nëse ata na kanë edukuar që ta duam tjetrin, ta respektojmë tjetrin, ta ndihmojmë të dobtin, ta ndihmojmë të varfrin, t'i japim dorën atij që është më i vogël se ne dhe mos trashëtohemi kurrë me të fortin, unë mendoj që nuk kanë se çfarë lloj këshillash na japin në përditshmërinë tonë. Praktikisht ata e kanë betonizuar, si më thon, karakterin tonë, dhe tani më çdo lloj këshille që t'na japin, edhe po t'ishte ku diun të ruhemi, ne nuk do ta bëjmë dot më. Familjarët e mi e dinë se sa kohë që nisem protestë, nuk është hera e parë që shoqërohem. Ka pas edhe herë tjera që jam shoqëruar, edhe ata sigurisht që nuk mund ta fshinin sikletin që kishin edhe frikën, ama nuk më kanë telefonuar. Edhe përveç vllajt që kishte ardhur bashkë me grupin te komisariati, mami dhe babi më kanë pritur në shtëpi derisa kam shkuar në orën 12 natës, pam telefonu për të mos më shqetësuar dhe e kishin marrë vesh se jam mirë. Kur hyra në shtëpi ata thjesht buzëqeshin kështu, kuptimin si që okay, erdhë edhe sot, nuk është se kishte një reagim tjetër. Ata e dinë se nuk më kanë dhunuar, tani më njohin, e dinë se ras nuk më dhunojnë dot. Angazhimi tim fillimisht prej angazhimit si student protestues ka qenë që të protestoja për gjithë ata shokët e mi, cilët nuk patën mundësinë asnjëherë të studionin për shkak se deshën të që të emigronin që në klasë 9. Unë për vete jam rritë në periferi të Tiranës, mes Paskuqanit dhe Bathores, edhe shumë shokët e mi kanë emigruar në klasë 8, klasë 9, vit. Edhe sot ata ende në rrugëve të botës,
Dhe unë mendoj se ne kemi për detyrë, jo vetëm për vete, jo vetëm për ne që jemi këtu, por edhe për ata që i dobuan nga Shqipëria që ta ndërtojmë një Shqipëri më të mirë. Sepse ata, si me thonë, u larguan në një moment ku ata thjesht duhet shijonin jetën, si 13 vjeçar, si 14 vjeçar, si 15 deri në 18 vjeçar. Shumë miq të mirë, shumë shok të mirë kanë kaluar me kamion në kohën që unë kisha luksin të isha në gjimnaz të Sami Frashëri e të isha në universitet. Kështu që unë e kam ditë që brenda asaj mikroshoqërie në cilan isha, kam qenë i privilegjuar. Edhe këtë privilegj që unë kam pasur, e kam ditë gjithmonë që duhet ta përdor, edhe një ditë duhet ja kthej kësaj shoqërie dhe atyre djemve dhe vajzave që u larguan padrejtisht nga ky vend. Nëse mund të flasim për arritjet e kësaj proteste, një nga arritjet e kësaj proteste ka qenë ritakimi me diasporën tonë. Diaspora është parë gjatë gjithë këtyre viteve si bankomat edhe si shteti social i munguar. Diaspora në këtë protestë po krau joni djathtë, edhe ata u bën bashkë me ne për të thënë se ne do t'i dëbojmë nga politika ata që neve na dëbuan nga Shqipëria. Edhe kjo protestë ka qenë mahnitse se si në më shumë se 50 vendet e Europës është protestuar në të njëjtën kohë që protestojnë në Tiranë. Për mua të shihje atë rini, ata njerëz që protestonin krah për krah nesh, pavarësisht se larg nesh, për të njëjtat kauza, për të njëjtat qëllime, nuk ka gjë që të përmbush më shumë dhe të bën të besosh se të gjitha qëllimet e kësaj proteste janë të arritshme. Të gjitha fjalimet që unë kam shprehur në protestë kanë qenë autentike, spontane të momentit. Mbase thjesht para se të flasëm në podium mund të mendoj temën për cilën do flas, ama ju betohem që nuk kemi pas kohë që të ulemi edhe të shkruajmë një fjalim të mirëfillt nga fillimi deri në fund. Sigurisht që unë edhe të tjerë mund të kemi përgatitur komunikata për protestën, ama për vete nuk e kam pas kohën që të përgatis një fjalim të mirëfillt siç unë doja. Ama jam shumë krenar për gjitha që kam thënë, sepse kanë qenë kështu fjalë të shpirtit edhe kanë përfaqësuar segmentet ndryshme të protestës. Po të mendoja personazhet kryesore të kësaj proteste, që janë profilet e heshtura të kësaj proteste, po dhe më të rëndësishme të saj, janë një vajzë e vogël që unë ja kam zërin në kohë kur thot ujë 500 lekë. Është djali i flamurit që është heroi i heshtur i gjithëve ne. Është zotëria që erdhi me djalin e smur nga Durrësi për më shumë se 40 ditë. Janë vjetra të moshuar që vinë aty para nesh për të pritur protestën. Janë edhe të tjerë, kam hallë se do i harroj, kështu që okay, këto po them për momentin. Më fal, se është një vajzë që vjen kështu është dentiste nga ka shumë. Unë mendoj se një nga gjërat më të bukura të kësaj proteste është marshimi. Unë nuk di të them se si ai lindi, sepse nuk kam qenë aty, ama di të them se si u njoha unë, ose si u përballa unë me marshimin. Mendoj se në ditën e tretë protestës, paka shumë mund t'jem një ditë plus minus gabim, pasi ne kishim organizuar e ishim munduar gjatë gjithë ditës për protestë, bëm edhe protestën, pasi mbaroi protesta, pra ne thamë që mbyllet për sot, unë vendosem te kafja përballë Tajvanit, te Mullirit për të pi një kafe me 2-3 miq tonë. Edhe ndërkohë që ne pinim kafen, një grup protestuesish vinte dhe këndonte qohuni nga kafja. Praktikisht, unë kisha gjenë gjithë ditën protest, edhe erdhën edhe më thanë, jo mua, po gjithë kafes qohuni nga kafja. Edhe unë u gëzova shumë që më thanë, edhe sigurisht që u qova, edhe ju bashkova ati marshimi, që prej ati momenti, deri më sot, është një nga simbolikat më të rëndësishme të kësaj proteste. Unë mendoj që këtë marshim e kanë iniciuar djemt që vijojnë edhe sot të qëndrojnë në balë të marshimit. Ora është 6:30, avash do më duhet të shkoj te sheshi Skënderbej për t'ju bashkuar grupit me të cilët do bëjmë marshimin drejt kryeministrisë. Dorela, sa flamingo keni aty? Keni numëruar se herën e
ndryshe, bëjmë të reja. Se ka nevojë. Dy sikur spunojnë. Të bofsha kurban. Masha liga. O të bofsha kurbanin ty. Avash Avash, dhe më thonë një grup qytetarë që vinë më herët, praktikisht rregullojnë gjithë ambientin që bëhet gati për fillu protesta. Në momentin që nis marshimi te kryeministria, bllokohet rruga bllokohet pak a shumë i gjithë bulevari Dëshmorët e Kombit deri te Rogneri ose kur ka ditë që ka protesta më masive, bllokohet deri te universiteti.